Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një ajet kuranor ja kujton secilit musliman se çfarë dhuntie të madhe i ka dhënë Allahu që është musliman, që e ka këtë iman, dhe sa duhet të jetë mirënjohës edhe i kujdesshëm e i vëmendshëm ka kësaj dhuntie. Në surën Muhammed ajeti 38, Allahu i madhëshëm thot kështu: "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalukum." Nëse ju ja ktheni shpinën në fesë Allahut, ai do t'ju zaventësoj juve me një popull tjetër, të cilët nuk do t'jenë si ju. Ky ajet ka zbrit në kohën kur rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin Abu Bekri dhe Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Do thot atyre u ka thonë, nëse ju ja ktheni shpinën kësaj feje, Allah ju zaventëson me dikën që është më i mirë se ju. Andaj sa vlen kjo për ne? Për me kuptu se nëse na jemi musliman, kjo na bën dobi neve, jo islamit. Nëse na jemi musliman, fitojmë ne, islami nuk fiton gjë për kësaj. Islami nuk ka nevojë për ne, ne kemi nevojë për islamin. Pra, ta pranojmë islamin përfitojmë na, nga se mungesa jon prej islamit ose në islam është humbje për ne. Kështu që këtë kjo neve duhet më na kujtu se na kur e shërbejmë islamin realisht e shërbejmë vetveten. Feja nuk fiton kur gjë për kësaj. Andaj zakonisht ne duhet ta lutim Allahun xhelal të themi Allahumma ista'malna wala tastabdilna. O Zot, na përdor në shërbim të fesë tonë dhe mos na zaventëso. Pse kjo? Sepse nderi më i madh që mund t'i jepet njeriu është të jetë në shërbimin e të vërtetës. E jo të qëndron me njan duke parë se çka bëjnë tjerë për atë fe. Andaj ky ajet kuranor është friksim nga neglizhimi dhe shpërdorja e kësaj të mire. Është porosi për të kuptuar vlerën e madhe që e ke si e musliman. Është porosi për të vazhduar angazhimin tanë në shërbimin e islamit. Është vërejtje që momentin që ti largohesh nga islami i humb këtë mirë, e humb dunjon edhe ahiretin. Andaj çdo musliman duhet t'ja kujton vetvetes këtë ajet kuranor, surën Muhammed ajeti 38, nëse ju ja ktheni shpinën fesë islame, Allahu ju zaventëson me të tjerë veç juve që nuk do jenë si ju. Do jenë mirënjohës, falëndërues dhe aktiv të angazhuar në shërbimin e kësaj feje dhe kësaj kauze.